Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Lajmi I parë I politikës dhe jo vetëm sigurisht është protesta mbarkombëtare që ka dhe ajo problemet e veta, por ajo më kryesore janë zhvillimet në Partinë Demokratike, pra në partinë më të rëndësishme të opozitës, me zgjedhjen e gjitha strukturave të saj, që nga sekretari I përgjithshëm dhe deri te I fundit, sepse këto të gjitha u pasuan mbas rizgjedhjes së Sali Berishës si kryetari I saj. Por çfarë po ndodh në Partinë Demokratike dhe si ishte ky proces? Bëri shumë përshtypje gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar përpara se të zgjidheshin të gjithë drejtuesit ose sekretariatet e kësaj partie, dy personazhe, dy anëtarë të Këshillit Kombëtar, Liliana Kuçanaj që kërkoi të bënte një promemorje nga Këshilli Kombëtar dhe e dyta Lisandër Hoxha, një aktivist që prej 20 vjetësh I Partisë Demokratike dhe me një karrierë po themi jo dhe aq modeste, por që ka marrë më pak se sa ai ka dhënë Partisë Demokratike. Dhe në momentin kur kjo promemorje, kjo kërkesë u refuzua, Lisandër Hoxha bëri një akt duke u larguar nga mbledhja e Këshillit Kombëtar dhe duke e denoncuar këtë po themi që ai e quajti fars dhe hedhjen poshtë kësaj kërkese të një grupimi anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Pse e bëra këtë hyrje? Në Partinë Demokratike tashmë ka disa rryma dhe një nga ato është që rryma ose grupimi I atyre që nuk kanë mbajtur qëndrime për interes personal, por parimor. Dhe një nga këta është Lisandër Hoxha. Unë kam ftuar disa herë Lisandër Hoxhën në emisionet e mia dhe kam vënë re një qëndrueshmëri në të gjitha mendimet, idetë apo dhe vendimet personale që ai ka marrë. Disa e kanë paragjykuar Lisandër Hoxhën edhe si njeriu I këtij apo I atij. Mund ta themi që ndoshta dhe disa të tjerë edhe si mbështetës I Sali Berishës ose Sali Berisha e mbështet atë. Por në fakt me ngjarjen e fundit tregoi që ai thjesht është self-made, është I bërë vetë dhe nuk ka asnjë ndikim nga askush në Partinë Demokratike. Por për të analizuar të gjithë këtë histori që unë thashë, nuk është vetëm një histori personale, por edhe zhvillimet e tjera në Partinë Demokratike tashmë me zgjedhjen e sekretariatit dhe të gjitha strukturave, unë kam ftuar Lisandër Hoxhën për t'i shpjeguar në emisionin tim Dekalog të gjitha këto. Lisandër Hoxha, të falenderoj shumë që je në emisionin tim. Faleminderit për ftesën. Lisandër, me këtë I shpartallove të gjithë ata që të paragjykonin. Je I Sali Berishës, je Tropojan, je I grupimit të Lulbashës, pastaj je I grupimit të Berishës, je I grupimit të Tropojanëve në PD, je I këtij e atij. I kujt është Lisandër? I kujt je Lisandër? Unë jam djali I Ramiz Hoxhës, domethënë kaq mjafton. I Ramiz Hoxhës dhe nënës si ta quajnë? Zyra Feta. Ka një paragjykim në tërësi njerëzit janë mësuar të I grupojnë njerëzit. Duhet t'jesh patjetër diku dhe I dikujt në mënyrë që të kuptohesh logjikisht se kush je dhe çfarë bën. Kur kush nuk merret me atë që thua. Merren me identitetin dhe ne jemi shoqëri që paragjykojmë pa ditur dhe pa njohur. Ky është një gabim. Do të them diçka të vogël për Lisandrën, jashtë modestisë. Unë vi nga një fis I shquar në veriun e Shqipërisë, në Verilindje, Hoxha I Tegashit. Historianët I din, pra po të kishe zotin Xhufi apo historianë të tjerë, do të shpjegonin se të paktën në 2 luftrat botërore kam 15 dëshmorë, njerëz cilët e kanë shkruar me gjak historinë e Shqipërisë, do të përmend 2 figura, cilat janë shquara. Njëri është Abdullah Hoxha, I cili është varur në Gjakov në 27 nëntor 1911-s, ka qenë krahu I armatosur paria e Alpeve të Shqipërisë në shërbim të lëvizjes së lidhjes Prizrenit kundër xhonturqve pro krimit të shtetit shqiptar dhe nuk ka qenë një gjë e lehtë. Ke parasysh Shqipërinë atyre viteve me sa kemi lexuar, është varur bashkë me djalin e Binak Alis, një figurë shquar në Alpe me Shaban Binakun, dhe do të përmend të dytin luftën e dytë botërore, komandantin e çetës nacionaliste të veriut të Shqipërisë, quhet Ram Muj Hoxha, që zot Enver Hoxha e cilësonte si Luanin e Maleve në librat e tij, pavarësisht se ne nuk ishim komunistë dhe vojtëm pasojat për 45 vite. Do të thënë origjina jote në cili fshat është? Hoxha I Tegashit të Tropojës. Në Tropojë. Ti ku ke lindur vetë? Unë kam lindur në Bajramçurri, kam jetuar 9 vite, po jam rritur në Tiranë. Do të ka ardhur 9 vjeç në Tiranë. 9 vjeç kam ardhur. Në cilin vit I bie ka ardhur? 94. Në 94. Po. Po pse erdhët në Tiranë në 94? Jo me dëshirë, po ndodhi transferimi I babait dhe pastaj. Çfarë punë bën babai? Ekonomist. Dhe erdhi në Tiranë me punë? Po.
Dhe ku punon dhe babai? Ka punuar gjithë jetën ekonomist nga banka bujqësore në Tropoj që ishën ato, ka ardhur në Bankën e Shqipërisë, ku doli dhe në pension. Aty doli në pension. Po patjetër. Ti ke qenë i djathtë. Jam i djathtë. Po pse i djathtë? Ka ndonjë arsye të veçantë? Patjetër. Çfarë ka? Arsye e parë është origjina. Që njeriu në origjinë, kur dëgjon se çfarë kanë kaluar tafërmit e tu gjatë komunizmit, mësohesh me idenë që ka qenë familje e goditur, familja juaj? I gjithë, unë kam një stërgjysht pushkatuar pa gjyq në 44-ën. E me radhë. Po? Do kur dëgjon për krimet e komunizmit, sinqerisht, ata që nuk i kanë jetuar, nuk i kuptojnë dot, ata që prindrit tanë, tafërmit tanë, na tregojnë për atë periudhë. Së dyti, unë kam studiuar shkenca politike dhe unë ideologjit politike i njoh, i kam si bukën e përditshme, i njoh në detaje. Dhe unë jam formësuar tashmë, politikisht si i djathtë, ideologjikisht si i djathtë, dhe jo thjesht i djathtë se jam me Rolandin, me këtë apo me atë. Pra është formësimi im i brendshëm politik. A ka ndikuar Sali Berisha në bindjet tuaja dhe në karrierën tuaj? Në fillimet e mia, po pa diskutim. Çdo më thënë fillimet tuaja, kur? Sepse fillimet e mia të angazhimit në politik pa diskutim. Në cilin vit? Unë jam angazhuar në vitin 2000 për herë të parë në politikë. 2000? Po. Atëherë ka qenë opozitë Partia Demokratike. Në opozitë ka qenë, me Forumin Rinor të PD-s, dhe bëj ato gjëra që Forumi Rinor i kohës bënte, deri tek ngjitja e posterave, se ka qenë koha e posterave me vino. Me shkallë, me kovë, me postera, dhe kam ngjitur duke ecur avash hap pas hapi, pa patur pretendime personale. Isha një ri që pse ndikoi Sali Berisha? Lider i madh, lider i fuqishëm në aspektin e perceptimit publik tek një ri që ishte nga një familje djathtë. Sigurisht që 15 vjeç e kupton politikën më pak se që kuptoj sot 40 vjeç. Po pra, ju ishit 15 vjeç. 15 vjeç. Por kishim nevojë që... E kishe idhull Sali Berisha? Pa diskutim. E kishe idhull? Pa diskutim. Po sot e ke idhull? Mbetet lideri historik i Partisë Demokratike me një kontribut të jashtëzakonshëm. U mendove në qikli? Jo, më duhet t'ja përgjigje korrekte. Jo, more frym thellë, domethënë. Unë kam kohë që marr frym. Mbetet lideri historik i Partisë Demokratike, një njeri me kontribut të jashtëzakonshëm, me kontribut në historinë e Shqipërisë, është njeriu i cili udhëhoqi Partinë Demokratike në të gjitha proceset, që nga 92-shi, që është fitoria e parë, në vitin e vështirë të 97-s, kur gati u shoqët Partia Demokratike, në vitin 2005 kur erdhi në pushtet, në vitin 2013 kur ra nga pushteti dhe në vitin 2021 kur nisi rithemelimin e Partisë Demokratike. Në shumicën e këtyre proceseve, të paktën nga 2000 e këtej, unë kam qenë prezent aty. Çfarë të ka thënë Sali Berisha konkretisht? Në çfarë aspekt? Dhe kur e ke takuar? Ju keni takuar shpesh? Shpesh. Shiko, bashkëpunimi me të nuk është i vështirë. Pra, jo, problemi është të dëgjon, edhe dëgjon. Nuk kam patur vështirësi komunikimi në aspektin e bashkëpunimit njerëzor. Nuk kam patur pengesa prej tij, por janë disa tema në të cilat edhe ndahemi, dhe kur ndahemi në tema, pastaj hym në llogore. Ja ke thënë këtë? Privatisht dhe publikisht. Jo, publikisht e diu. Jo, edhe privatisht. Ja ke thënë pa diskutim. Tani, unë do të kthehem sërish te kjo jeta dhe karriera juaj, se që nga shumë interesante, madje do të thosha që në PD ka dhe njerëz që s'kan fare karrierë në politikë dhe janë në nivele të larta, dhe unë nuk e di kontributet e tyre. Jo, më pëlqeu kjo që ti je krenar që ke nisur me vendosjen e postrave, dhe më kujtua libri me kujtime i Hillary Clinton që karrierën time në politikë e kam nisur duke ngjitur postra në murën e fushat elektorale. Doja unë në atë moshë. Jo, po sigurisht po. Jo, në PD ka që direkt për shembull janë nën kryetar i partisë, pa ngjitur as postra, pa mirë. Jo, kam pas pozicione karrierë të ndryshme. Tani jam antar Këshillit Kombëtar për 3-ën herë, kam qenë nën kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Okej, tani vim te ajo që është thelbësore. Tani çfarë po ndodh? Çfarë ndodhi atë ditë në PD? Ne e dim, jemi informuar nga zhvillimet edhe transmetimin live madje, edhe ndërprer live madje. Çfarë do? Mund t'ia tregojmë dhe mund t'ia tregosh vetë si është fabula e asaj që ndodhi në mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Shiko, është zmadhuar për shkak keq menaxhimit. Kishte një keq menaxhim të situatës. Pse? Unë për veten time, po pse për ta shpjeguar. Unë për veten time, kisha një ndërhyrje për procedurë. Do të thotë, sa herë që hidhet rendi ditës në votim,
ka njerëz që kanë ndërhyrje për procedurë siç janë parlament. Dhe ka komente të caktuara që lidhen me vetë procedurën e rendit të ditës. Po, janë përcaktuar në rregullore. Kjo e drejt për shkak të kakofonisë së krijuar. Jo, nga kush? Ja ta them unë. Për shkak të kakofonisë së krijuar para me u ngrit zonja Kuçana, e cila kishte njoftuar depozitimin e një dokumenti në Këshillin Kombëtar me çështje konkrete, për të cilat ishte premtuar zonjës Kuçana. Krimin e informimit me intelektual. Për të cilat ishte premtuar zonjës Kuçana se pas rendit ditës mbi votimin do të dëgjohej edhe kjo. Dhe asaj u ndërpre me njëherë. Nga kush ishte premtuar? Ne ju drejtuam kryetares Këshillit Kombëtar. Është atribut zonjës Emiri. Julia Emiri. Po. Që edhe ajo e sapo zgjedhur. Është atribut i kryetares së kuvendit të Këshillit Kombëtar të komunikojnë mbledhje. Dhe të drejtojnë. As kryetari i partisë, as nënkryetarët, as sekretari, as kush nuk ka më shumë se një vot, as vetë zonja Emiri në Këshillin Kombëtar. Këshilli Kombëtar është organi më i lartë i PD-s. Po atë mbledhjen e drejtoi Berisha. Është parlamenti i PD-s. Ndërhyrjet shpesh herë bëjnë më shumë dëm se sa nder, sepse në atë komunikim mund vazhdonte zonja Emiri me zonjën Kuçana dhe s'kishte nevojë për asnjë lloj ndërhyrje dhe nuk do kishte ndodhur ajo që ndodhi. Mua s'më kthye fare përgjigje. Sa u detyrova, u ngrita në këmbë. I shkova në tavolinë, i thash dhe zonjës Emiri dhe zotit Berisha se çfarë shqetësimi kisha. Në mosmarrjen e përgjigjes, unë ika pastaj braktisa mbledhjen. Si në mosmarrjen, se këtë se kam kuptuar asnjë. Si në mosmarrjen e përgjigjes? Vajte në tavolinë. Do ti vjen te mua. Si fillim më shpreh fjalë. Po. Së dyti, kisha një çështje serioze e cila lidhej me legitimitetin e procesit zgjedhor. Po, me Këshillin Kombëtar. Po në momentin që nuk dëgjohesh, pastaj më fal. Çfarë tha Berisha dhe zonja Emiri? Zonja Emiri e kishte mbledhjen e parë dhe nuk dua ta komentoj. Ndoshta nuk është mësuar se nuk vjen nga Partia Demokratike, vjen nga aktivitetet sociale. Po aktivitetet sociale shoqërore dhe ndoshta tani nga Bujani Shani tani që me gjithë atë karrierë në politikë dhe deri president, tani kjo zonja mund të jetë zonja e shkëlqyer në punën e saj, po kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike më fal tani. Tani unë mendoj që situata përshkallëzoi për shkak të ndërhyrjes dhe për shkak të keq menaxhimit të mbledhjes. Po të kishte një menaxhim normal të mbledhjes, nuk është hera e parë që debatojmë. Pavarësisht se janë kujdesur që mos dalin në media shumica e debateve, por unë jam një nga njerëzit që sa herë kam mbledhje, në shumicën e rasteve kam patur qëndrime të caktuara. Dhe nuk jam i vetëm aty, është zonja Kuçana, është zoti Murrizi, janë disa personazhe të cilët e bëjnë detyrën e tyre brenda Këshillit Kombëtar, duke propozuar, duke hedhur ide, duke kritikuar, po pra të funksionë është Këshilli Kombëtar. Nëse është përdorur. Do të janë të lirë, Lisandër. Absolutisht lirë. Absolutisht. Dhe ju larguat domethënë nga mbledhja. Ika në mënyrë demonstrative. Po mi Berisha të ktheu përgjigje apo fare? Çfarë tha? Drejtoju institucioneve të partisë. Çfarë do të thotë? Kuptove gjë këtu se mëson kuptoj. E kuptoj unë atë. Çfarë do të thonë? Kush ishte qëndrimi im? Çfarë ndërhyrje kisha? Po tani na shpjegoj këtë. Për çfarë problemi kishit ju? Unë nuk është se kisha një problem, partia ime ka. Unë s'kam asnjë problem. Po, jo ju në kuptimin e personal. Shiko. Ne u mblodhëm me 30 maj në Kuvendin Kombëtar dhe i kërkuam ndër të tjera Kuvendit Kombëtar, i kërkuam një rritje nga 150 antar të Këshillit Kombëtar, ta çojmë numrin 200. Diçka krejt normale për shkak të asaj fryme që duhet përcjellim, asaj fryme që na u kërkuan. Po pse kjo rritje se në kohën e Bashës sa rritje ajo që u bë? Ajo u bë 500 veta kooperativë bujqësore. Po shiko, ndoshta ka nevojë për më shumë dinamik. Përfshirje disa grupeve, shtresëzimeve, fokus grupeve. Do ju mendoni që nga 150 në 200 është normale? Nuk ka ndonjë të jashtëzakonshme. Okej, propozimi ishte yt personal? Pavarësisht se unë besoj që më shumë se 100 veta bëhet zhurmë. Por pavarësisht kësaj, vajte. Okej, propozimi ishte yt? Jo, s'ishte propozimi im. I kujt ishte? I strukturave drejtuese të PD-s. Jo. Okej, dhe u miratua kjo? U miratua. Do dhe sa antar u bën të gjithë? Tani, fiks 200 janë vetë. Po, të zgjedhur. 71 janë kryetar degësh që hynë automatikisht. Po. I gjithë grupi parlamentar. 50 deputetë të grupit. 7 kryetar bashkish. Ish president nuk kemi, fatkeqësisht se nuk janë më PD-n, zoti Inderi Nishani nuk jeton më. Bamir Topi është
ish kryetar kuvendi, është vetëm Zonja Topalli, por hyn si pjesë e grupit parlamentar. Po se është deputet. Këta janë këshilli kombëtar, janë shtuar 15% e 200-shës që i bie 30 veta, duhet ishin nga diaspora, çuditërisht dolën 40, se janë të mirë me matematikën. Po, mos më çmend tani Jo, mos po të çmend fare. Si ishin 30 dhe në faktikë 40. 15% i 200-shës është 30. Po. Zotrinve u ka dalë 40. Dhe nga 200-sja... Po kush i bën këto? Një moment. Po. Nga 200-sja... Dhe në total sa del? 300 e ca. Nga 200-sja, rreth 400 njerëz, më fal. 327. Jo, më shumë. Më shumë? Më shumë. Nga 200-sja, dolen 237 emra fitues. Tani më fal. Dhe nga 200 që e zgjedhur, thuati. 200 mirat e kuvendi kombëtar, Po? lista fituese u publikua me 237 emra. Po këta 37 si dolën? Po, këtë më thuaj tani, si dolën. Këto organet i Do përduar. dhe kjo ishte ajo që ti kërkoj për të sqaruar. Jo për të sqaruar, more. Për çfarë? Nuk është legjitime, nuk dua të nuk jam i pa qartë unë që të sqarohem. Ti je i qartë që 37 janë... Po të mirë ato i kuvendi kombëtar 200 do kesh. Çdo produkt i 201 apo 237 prodhon paligjshmëri absolute të akteve juridike. Dhe unë këtë gjë nuk e pranoj dot. Në një vendimarrje të paligjshme, tani kush e ka bërë këtë? Në një vendimarrje të paligjshme unë nuk marr dot pjesë. Kush e ka bërë? Nuk e reflektoj dot në shoqëri para demokratëve, ti them, shikoj se s'ka gjë. 200 miratuan, po ne 237 se s'ka gjë. Po të ishin 201 do ta bëj këtë? Absolutisht që po. Do ta bëj. Është gabim, ore, është gabim. Të pranosh hipokrizi. Po kush e bëri këtë tani? Tani këtë gjë ti e di, mos thuaj që se di tani, se këtu do ndalun këtu. Komisioni i ka vënë targat vetes. Komisioni kujt? Komisioni zgjedhor që i prodhoi, po zoti Bardhi? Zoti Bardhi. Gazmet Bardhi. Këta. Prodhuan. Po jo këta, më thuaj, ose si mbaj mend tash. Jo, i mbaj mend, lari ato tani. S'më bën mua, lari. Gazmet Bardhi. Jo. Nuk, në fakt jo. Është Komisioni për veprimet elektorale në Partinë Demokratike, i cili është zoti Bozdo, zoti Kaso, disa... Po Ivi Kaso. Po, nuk i mbaj mend gjithë emrat, por këta janë emrat cilët menaxhojnë operacionet elektorale dhe japin rezultatet finale. Problemi kush është? Nuk mund ta pranosh paligjshmërinë. Kush e pengoi kryetarin e partisë, strukturën e partisë, këta të komisionit, që t'i thonin kuvendit kombëtar, ma bëj 250. Asnjë pengesë. Po jo pas. Pas. Tregon që ke shpërfillje. Ti e duke thënë që jo, për gjithë ata që na ndjejnë, ta thjeshtojmë. Ti e duke thënë që nëse Këshilli Kombëtar, strukturat do miratonin një numër më shumë se 200, kjo do ishte gjë normale, që 237. E 40, 280, sa të duan. Por, derisa u caktua 200, po jo pas. Atëherë si mos lëviz nga ajo. Dhe jo si e din ata. Ky është lulëzim, domethënë. Ata e din vetë se çfarë është. Unë ditë them çfarë bëra unë. Unë nuk e pranoj gjë të tillë. Në qoftë se do ndodhte përpara, asnjë problem. Për shkak se ndodhi pas, tregon që nuk e respekt për institucionet. Kuvendi kombëtar është sovrani në Partinë Demokratike, ai shkarkoi Lulzim Bashën. Po apo jo? Po. Dhe tregon që nuk e respekt as për statutin, as për partinë. Më fal, po ne këto rregulla na mbajnë bashkë. Çfarë kemi ne që na mbajnë bashkë? Idet e përbashkëta mbi të djathtën dhe rregullat e përbashkëta që janë kushtetuta e një partie politike. Po si ka mundësi? Çfarë po ndodh? Është, e thash edhe në një media tjetër, sikur zoti Rama, në një palë zgjedhje thotë do kem 180 deputet, edhe pse kushtetuta thotë janë 140, dhe mbaroi historia, mos e diskutoni, ju që diskutoni dhe kritikoni, po i shërbeni Saliut, thotë ai, këta më thonë po i shërben Ramës. Unë se të kanë akuzuar ty? Jo, se s'ma akuzojnë. Shiko. Të thonë ti po i shërben Ramës? Ka një frym budallallëku brenda partive politike. Fatkeqësisht. Kush është fryma e budallallëkut? Unë e kalova në 2021. Më zhbër lëkura sholl për interesin publik, për interesin e Partisë Demokratike, edhe të gjithë t'i kem përballë, Lisandër Hoxha nuk lëviz. Një. 2. Ka një frym që përcillet nga disa që e vetë quajnë veten qendrestar, po ti bësh bilancin kush e di se ku i gjen tendera, se këta me zor qëndrojnë duke marrë në tender. Aty në PD tendera? Janë ca sharsa, më fal ta mbaroj. Jo, ti mund të mbarosh, po prit. Do të në PD marrin tendera në qeveri? Do më lejosh të mbaroj, se unë do dal aty. Po mos pa ndërprit linjën e mendimit. Jo, nuk do të pres, po të qëndrojmë të ato gjërat e forta, Aleksandër. Nuk ka skup kjo, se po të kishe ndjekur,
Do mbaj mend që unë para një viti kam depozituar në Këshillin Kombëtar një kërkesë për ndryshim të rregullores të Partinë Demokratike me 2 teza. 1. Nuk kanë punë njerëzit e Sorosit në PD. 2. Nuk kanë punë në PD në funksionet e larta publike, njerëzit e lidhur me tendera me qeverinë më të korruptuar të Europës. Unë e kam bërë me akt të punë, mos më bëj sikur je i çuditur, se është akt politik. Dhe i kanë vënë firmën atë. Unë nuk bëj sikur jam i çuditur. Po jo, unë dua ta thjeshtoj që të na kuptojnë sa më shumë. Jam shpjegoj, po më lër ta mbare këtë. Janë këta qendrestarët. Po. Që kush e di se ku i gjen nëpër tendera, që me zor po qëndrojnë në opozitë duke marrë një tender, përballë nesh që evidentojmë probleme politike, krejt normale në një parti politike, të cilët shpesh herë mendojnë se duke na drejtuar gishtin, na vënë në pozita diskriminuese, apo mendojnë që ne do bëjmë një marsh mbrapa, sa i takon asaj që ne cilësojmë si interes publik, ta harrojnë. Përkundrazi është motivim. Unë jam mësuar në 2021, shumica e njerëzve më thoshin ti del në mediat e Ramës. Unë për shaka i thosha më gjej një intervistë e Syri Vinesër, se tash kështu është. Më thonin po del dhe po i shërben regjimit. Se së merte qimi fare? Po na pengon ne. Qimi së merte? Nuk dua ta komentoj. Po na pengon të fitojmë, ndërkohë që kishin humbur 4 herë. Po i pengoja unë që flisja. Dhe me sa duket, edhe këtë gabimin unë ja u kam bërë, unë që ja u evidentoj. Nuk u vjen rënd nga gabimi, këtyre qendrestarëve. Po u vjen rënd nga ajo. U vjen rënd nga komentimi i gabimit. Kjo është kulturë primitive e cila duhet shënjosur nga partitë politike. Kush e ka fal? Të njëjtën gjë i bëjnë Elisa Spiropali të PS-ja, e cila thonë ti u ngrite se tu hoq karrigja. Mund të jetë edhe e vërtet. Po mira, se mund të hoq. Po ty çka rrigë tu hoq ty Elisa? Zero, më vetëm kam kontribuar. Mund të jetë edhe e vërtet që u hoq karrigja. Po lexo një herë se çfarë kërkon. Sepse në fund ditës, edhe të kesh ambicie në një parti politike, nuk është krim. Ne nuk jemi i thartë e Partisë Komuniste Kineze ku doli teoria të jemi pa grada, që e bën edhe ushtria këtu. I zhveshën nga gradat se ne duhet jemi njerëz pa ambicie. Në një parti politike njerëzit pa ambicie janë hipokrit, janë mashtrues. Mos u merr me ta. Apo jo, se është kundër natyrës njeriut dhe nuk është krim të kesh ambicie, përkundrazi. Njerëzit duhet të kenë shumë ambicie. E sidomos në politik. Njerëzit pa ambicie janë të gjithë gënjeshtar. Ata që thonë unë nuk kam ambicie dhe s'dua të kem ambicie se unë e bëj, këta janë hipokrit. Duhet kesh ambicie, do të thuash unë e bëj më mirë se Rolandi këtë. Pyetja më e rëndësishme është i kujt është faji gjithë këtyre çfarë kritikash pathe ti? Peshën, faturën e mban kryetari i partisë. Sali Berisha. Peshën dhe faturën edhe po nuk diti gjë fare, nëse ja kanë bërë dardha pas krave, siç thot Rama për se edhe në PD ka dardha kështu mbrapa krave. Unë e di se kishe vetëm PS. Po përdor metafora për të bërë pak edhe humor. Edhe sikur të mos di gjë fare, faturën e mban i Zoti i punës. A është kështu? Po sigurisht. Atëherë çfarë më pyet? Apo ka që ta them unë? Po patjetër. E them unë se s'kam merak. Thuaj atë. Në të gjitha rastet, përgjegjës në çdo parti politike, për gjithë situatat politike, është i Zoti i punës, është kryetari i partisë, kushdo qoftë. Në partinë time është Sali Berisha kryetar. Kaq e thjeshtë. Tani, kjo më habit se ju ti për shembull bën kritik parimore, nuk ke interes, nuk ke post, nuk ke benefite, nuk ke asnjë lloj, po themi, të ardhure politike që ti e bën këtë për këtë e tjetër. Nuk është partia ime, por nuk bashkëjetoj dot në këtë hipokrizi. Përse Zoti Berisha këto mendime që edhe kur ka kritika nuk i vlerëson, nuk i merr parasysh dhe ti ndroi ti? Nuk e paragjykoj, mund t'i vlerësoj. I kemi dhënë mundësi partisë që t'i vlerësoj, janë disa kërkesa që janë dërguar në organet e partisë, pavarësisht se unë nuk kam besim që do kthejmë përgjigje. Po them unë personalisht. Po? Kolegë të tjerë se ne nuk jemi. Do ti je duke thënë që Zoti Berisha dëgjon Flamunokën dhe nuk dëgjon juve që bëni kritika? Mendoj që i duhet dhënë koha dhe nuk duhet paragjykuar vendimmarrja sa i takon atyre kërkesave që ne kishim. Tani mbaruam. Ishte një pretendim për rezolutën në Këshillin Kombëtar, e cila duhet t'i shkojë me firmat e disa antarëve, aty janë jo disa antarë, po e mbështesin deputet të Partisë Demokratike, e mbështesin antarë të kryesisë, e mbështesin me 10 antarë të Këshillit Kombëtar. Se në parim, çfarë është ajo? Krimi i urave me shoqërinë shqiptare. PD-ja e ka braktisur opozitarizmin tashmë prej 50 ditësh, as s'është në shesh, as s'është në parlament. Jo, do të pyes për protestën. Po mbetemi te, mbaruam punë me Sali Berishën, por
Problemi numër 2 mbas Sali Berishës, sipas ju kritikëve, është Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm, i cili u zgjodh përsëri për një mandat tjetër sekretari i përgjithshëm. Të paktën Lirena Kuçana ka artikuluar akuza shumë të forta ndaj zotit Noka, megjithatë ai u zgjodh. Në një status që ka bërë në Facebook, përveç falënderimit të atyre që kanë votuar, ka thënë: "I jam falënderues kritikëve të mi të cilët i zotojnë me burrni se do lexoj votin e tyre kundër me mendje të hapur e pa kurfar mërje, sepse më jep mundësinë të reflektoj e të përmirësojmë si bashkëpunëtori juaj." I beson tek kësaj? Jo. Pse? Se si besoj? Jo. Ka që thjesht. Pse? Shiko. Flamuri është i gjithë demokratëve pa dallim kudo qofshin. Shiko, nuk Flamur Noka ka një kontribut në Partinë Demokratike, Patjetër. nuk ja heqim dot. Patjetër. Ka një kontribut gjatë rithemelimit, i cili është për të mbajtur mend, dhe nuk ja heqim dot. Por zgjedhja e tij si sekretari i përgjithshëm fatkeqësisht ka qenë një dështim. Po të marrësh parasysh bilancin e punës, ne ishim pa logo, pa vul, pa zyra, pa asgjë, dhe kishim pas vetes 44.000 demokratë që erdhen për të shkarkuar Lulzim Bashën me 18 dhjetor 2021-shit. Sot Partia Demokratike ka një numër shumë më të vogël anëtarësh aktiv për shkak të shumë situatave të krijuara ndër vite sa i takon organizimit, riorganizimit, strukturave e tjerë. Zotëria në fjalë ka menaxhuar një pushtet të centralizuar brenda PD-s, i cili më shumë e ka dëmtuar partinë se sa i ka dhënë mundësi bashkëpunimi elementëve brenda Partisë Demokratike në mënyrë që të kishte kohezion puna jonë, në mënyrë që të kishte rezultat puna jonë. Dhe për shkak të Ai ka marrë vota. Çfarë votash? Vota, u zgjidh me vota. Po, dakord. Për shkak të këtyre situatave, Po? unë gjykoj që nuk do të kishte kandiduar. Dhe ishte më mirë. Pse? Do të ti bie ndesh me tëndën se thet mos ketë ambicie. Jo, nuk do të kishte kandiduar për shkak të punës së pambaruar dhe për shkak të rënjes rendimentit të Partisë Demokratike. Mund të thot ai që këtë mendon ti, po jo unë. Jo, kjo është fakt. Ne mund diskutojmë mbi detaje, po fakt. Atëherë kam një argument shumë të fortë, Lizander. Dhe dalim degëve të Partisë Demokratike, Po? se ne i kemi me foto. Po? Kur bënim mbledhje 2021-2022 dhe pas 2022 deri në 2026. Kam një argument shumë të fortë ka nevojë për gjë tjetër. kundër kësaj që thatë ju. Flamur Noka mund të ketë defekte, dhe unë mendoj si çdo njeri. Jo, si çdo njeri dhe si çdo funksionar politik mund të ketë defekte. Por është votuar dhe i ka marrë të votë. Tani, problemi është Flamur Noka më shumë te Partia Demokratike apo Gazmend Bardhi që as nuk është votuar dhe është aty me ndryshime statutore? Po. Atëra, në 2024, kur grupi parlamentar u bashkua. Që u bashkua. Unë kam disa dhjetra deklarata publike sa i takon asaj që po ndodhte dhe asaj që duhet të ndodhte. U sakrifikuar i themelimi që t'u hape rrugë bashkimit. Një lloj gjobdhënie partisë që unë të vi nëse ti më bën mua. A është e moralshme kjo? Nuk është e moralshme, por ndodhi. Dhe unë i kam kërkuar publikisht në Këshill Kombëtar të PD-s që të bëhet çdo sakrificë për bashkimin, sepse një parti pa grup parlamentar s'është parti. Ishte një parti pa një dorë. Por duhet kishte limit kjo punë, kohor, s'mund të jesh pambarimisht i përzgjedhur diku. Po ha Lizander, shqyqy që e the në kuptimin që shqyqy që evidentuat në PD. Media e pavëmendshme, se shumë e pavëmendshme dhe nganjëherë është e orientuar dhe mua më vjen keq. Faleminderit për kritikën. Në Kuvendin Kombëtar, Lisander Hoxha ka abstenuar kur u kërkua që të ketë vazhdimsi kjo punë, pra mos ketë limit. Se ne mund t'i pranonim këto 2 vite, që për shkak se kanë mbajtur qëndrime kundër pjesës tjetër, do e kishin më të vështirë të rehabilitoheshin brenda PD-s, se do shikoheshin si ata 8 janarit e me radhë. Mos të harrojmë ngjarjet, apo jo? Po. Unë isha jashtë në 8 janar, zoti Bardhi ishte brenda. Se mos vetëm Bardhi. Shumë të tjerë. Unë kam gjatë rithemelimit, unë kam debate me njerëz që sot e mbajnë veten si koka e rithemelimit, që ne u bashkuan gjysmë rrugës, se unë jam i ditës parë aty. Gjithsesi. Po? Mendoj që për 2 vite e ca, zotrinjt kanë patur të gjithë kohën e nevojshme për t'u pajtuar dhe me demokratët, për t'u reintegruar, për të kandiduar
dhe për të votuar. Por edhe vetë atyre u shëben vota. Jo, po tash e kanë gjetë më shkurt. Si? U mjafton marrëdhënia me kryetarin dhe kanë mbaruar punë. Unë thotë të jem kryetari i grupit parlamentar, jam automatikisht nën kryetare. Unë jam nën kryetari i parlamentit, jam automatikisht. Po se bëjnë ty kështu, Lisandër? Nuk e duan. Dhe ri për të rritja i bie që ne shoqyr hoqëm Edi Palokën, Ort Bylyk Bashin dhe Luciano Boçin, se këta na pas kanë penguar për të ri për të rirë. Fiks. Pra shoqyr erdhi kjo ditë që i hoqëm ta zotëri dhe u ri për të ri partia. Kjo është gjë më e bukur që ke thënë në këtë intervistë. Unë mendoj që duhet të shikojmë përpara. Mund të ketë gabime, mund të ketë situata të papëlqyeshme, Po? mund të ketë keq kuptime, por ka diçka të cilës ne nuk i lvizim dot. Kë? Statutit. Në qoftë se preket statuti. Ajo është kushtetuta e Në partisë. qoftë se preket statuti, partisë i ke vënë minat, sepse pastaj rregullat janë sipas vullnetit të unit dhe nuk janë të paraditura nga gjithë se si duhet operojmë dhe funksionojmë në një parti politike. Nuk po flas për sot, po flas për efektin e mos zbatimit statutit në 5 vitet e ardhshme. Dhe PD-ja është një forcë e madhe, PD-ja ka të gjitha mundësit të ndërtoj strategjinë e vetë politike në mënyrë që të reflektoj moral shoqëri dhe të marrë pushtetin. Numri i opozitarëve në Shqipëri është shumë herë më i lartë se numri atyre që votojnë Partinë Demokratike. Ne duhet të synojmë me çdo e mos ndërtimin e një strategjie të re, ndërtimin e një narracioni të ri, në mënyrë që t'u tregojmë qytetarëve se sa e mirë është jetosh në një shtet me pak ministri, sa e mirë është jetosh në një shtet me më shumë liri, sa e mirë është jetosh në një shtet me më pak taksa, sa e mirë është jetosh në një shtet i cili mbron familjen me ligj dhe nuk lejon degradimin e familjes për shkak këtyre agjendave që po hyn ngado, sa mirë është jetosh në një shtet ku përgjegjësia fiskale e qytetarëve ndaj shtetit e me radhë është e lartë, sa mirë është jetosh në një shtet me siguri, se djathta ofron siguri, këta kriminalët, këta qelpsira që u bëjnë presion qytetarëve dhe bizneseve dhe janë kthyer job dhënës, nuk guxo të hapësh biznes Shkodër se duhet paguash taksat. Do të pyes për atë. Mos më pyet 1 minutë. Jo, do të pyes. 5 minuta. Nisi Lisandri, 5 minuta. Dhe i shikon se si shkojnë rresht në Burg, apo në Elbasan, apo në Vlorë, apo në rreth e tjera të Shqipërisë. Këta kanë vetëm suportin e policisë dhe ushtrojnë presion ndaj qytetarëve sepse nuk arrestohen kur kryen. Do të pyes për këtë, po që ta mbyllim këtë argumentin. Jo, po kjo është e rëndësishme. Po patjetër, kanë suportin e Edi Ramës, të cilit me 10 oficer policie ju hoq DSIK-ja, certifikata e sigurisë, për shkak këtyre lidhjeve. 5 minuta një ministër normal, këta i plas brenda. Okej. Prandaj qytetarët duhet gjojnë çfarë. Për ta mbyllur argumentin e strukturave, Lisandër, nën kryetar u zgjodh Belind Kolliçi, Nikola Kedhi, Erisa Bajaziti, plus Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarka. Ore, shumë nën kryetar jeni. 5 nën kryetar. Sa antar ka PD-ja? Në letra. Po letra. Po një 40 e ca mijë. 40 e ca mijë. Nga 100.000 që ka lënë Astrid Patozi. 100.000. Kush i la? Astrid Patozi në kryetar. Jo, i la me dokument, thës. Ka qenë kryetar Sali Berisha, më zotëri. Në kryetar thash unë. 120.000 antar. 120.000, ka qenë më shumë. Okej, tani atëherë kishit vetëm një nën kryetar jo. Tani keni 5. Kishim 2, ishte dhe Zonja Topalli. Ishte dhe Zonja Topalli, po 2. Tani keni 5. Çik si lulzim duket dhe kjo mua. Shiko, organizimi ka strategjitë e saj. Unë nuk duhet ta paragjykoj, sigurisht sa më shumë ulet pesha, pra kur ka shumë si ty, nuk ketë një të vlerë kur je vetëm ti. Ashtë kështu. Po. Megjithatë është strategji. Do t'i thuaj që është një taktik që Gazmend Bardhi mos ketë atë peshë që kishte? Nuk mendoj që preket apo ka ndodhur diçka për shkak të zotit Bardhi, ka ndodhur një strategji në mendjen e zotit Berisha, unë me paktën më sa e njoh, ka dashur të përfshijë sa më shumë rryma shoqërisë në këtë moment ku ndodhet Shqipëria. Për shumë Zonja Bajaziti përfaqëson diasporën. Po, këtë doja të thosha, më thuaj diçka për këtë të zgjedhur. Zonja Erisa Bajaziti, se një profil i lartë akademik, besoj, nga më të lartët që ka. Është profil i lartë, vjen nga Belgjika. Është menduar që diaspora. E kam intervistuar në këtë studio dhe më ka lënë impresion, kam impresion shumë të mirë. Diaspora të ketë përfaqësues, rinia të ketë përfaqësues, pra Nikola Kedhi është për nga rinia. Përfaqësues nga rinia. Si e vlerëson Nikola? Me të gjithë ka marrëdhënie shkëlqyera. Belind Kolliçi?
vetëm ajo ishte gar, mu duk mua. Jam i sakt? Deri diku. Po pse deri diku? Sepse nuk janë testuar në popull, janë testuar brenda konjunkturave të partisë. Po mirë pra gar, po themi Po të shikosh kompozicionin gar aty. Po të shikosh kompozicionin e Këshillit Kombëtar, Po? lexon garën pastaj. Pra nga çfarë përbëhet ky Këshilli Kombëtar? Po ka një 70 veta të forumit rinor, po ka ca të forumit gruas, po Prandaj fitoi Belindi. Janë konjunktura partie këto. Qartë, sekretar organizativ Klevis Balliu është marrë me çështjet e organizimit, mendoj që ka gjitha mundësit për ta bërë mirë këtë punë. Sekretar për burimet njerëzore Andi Musafaj. Duhet provuar, djalë i ri, sigurisht e ka dëshirën, vullnetin për të punuar. Sekretar për çështje ligjore dhe zgjedhore Marash Logu. Tepër i ri për këtë detyrë, urrejtja dalë mbarë. Sekretar për marrëdhënie me publikun Viola Kapedani. Është një zoj nga Durrësi, meriton mbështetje, duhet parë puna e saj. Ka qenë aktive në marrëdhënie me publikun duhet kishit një në kuptimin e mirë, jo të keq, si Goebbels, domethënë që të zgjej partia nuk ka nevojë partia për Goebbels, se thash kuptimin e mirë, jo të keq. Në forma të tjera. Sekretar për organizatat partnere dhe shoqërinë civile Eva Metaj. Është një vajzë që vjen nga Forumi Rinor, shumë aktive, meriton të promovohet pa diskutim. Po mirë promovohet, por kjo është qeveria e PD-s në hije. Sekretar për integrimin evropian Fioral Badizari. Vjen nga bota e medias, është marrë me aktivitete ndryshme, gëzoj respekt për zonën Dizdari. Sekretar për migracionin dhe diasporën e temave, edhe ky është një personalitet. Vjen nga diaspora, është profesor në Paris. Nga ata që ikën në dy korrik në ambasadat. Po, është e vërtet. Edhe është në Francë. Ka misi. Tani ju doni që të komentoj Po. Sekretar për digitalizimin Etion Kapedani. Një vlerë në Partinë Demokratike. Sekretar për infrastrukturën dhe territorin Gentian Karpata. Kaprata apo Karpata? Kaprata. Po. Duhet të shikojmë punën. Se nuk është natyrë, kam përshtypjen, nuk është e profilit mirëfill politik. Jo, këta janë çështje teknike. Po këta do janë qeveria o sekretar për çështjet e pronave dhe luftën kundër korrupsionit dhe Ndira Bushati. Shumë mirë. Shumë mirë është, po ç'lidhje ka çështja e pronave me luftën kundër korrupsionit o Lisandër? Kanë vendosur të bashkojnë bashkë. Se kuptoj këtë. Sekretar për drejtat e njerëzit Franc Nuri. Është vlerë në Partinë Demokratike. Sekretar për ndjekur politik Shkëlqim Lepenica. Pa diskutim që do e çoj përpara çështjen e të përndjekurve. Sekretar për pushtetin lokal Ylli Aslani. Me një eksperiencë të jashtëzakonshme. Po shikoj që ishte një me eksperiencë. Sekretar për aksionin qytetar Erges Eskiu. Është djalë që vjen nga terreni, është një njeri i punës. Antarët Komisionit të Apelimit Adriana Kalaj, Besart Logu, Shaqir Manjani, Suina Aslana dhe Gentian Koçi. Ju urojmë suksese Komisionit të Apelimit. Suksese në jetë e kështë fjalën? Jo, suksese. Suksese, tha se mos ishte me ironi. Jo. Tani, pyetja për ta mbyllur fare këtë. Me këtë ekip fiton PD-ja zgjedhjet? Tani do të mbyllësh emisionin? Jo emisionin. Këtë pjesë, këtë temë. Nuk është çështje e ekipi. S'ka qenë kurrë çështje e ekipi. Njëherë kemi një problem madhor që nuk e shtjelluam dot për njerëzit. Çfarë po ndodh Roland? Ku? Në Shqipëri. Po ndonjëherë po më thuj këtë një se direkt do kaloj te protesta dhe aty e kemi këtë pjesë. Atëre këtë përgjigje. A fiton PD-ja do të ta jap. Zgjedhjet me këtë staf, me këtë përgjigje do të ta jap kur të bësh pyetje për protestën dhe jo përpara se nuk do merrte kuptim pastaj. Se unë do flas për të dytën për dalte e para. Këtu s'ke zgjedhje, dhe s'ka qenë çështje ekipi. S'dyti, ky ekip ka një detyrë të vetme. Çfarë detyrë? Të dëshmoj, pasi të kthehet partia në legjitimitet, se s'kam hequr dorë nga kjo punë, të dëshmoj. Ti do ta çosh në komision të apelimit? Unë do ndjek gjykatë e partisë, rrugët ligjore. Edhe ligjore. Brenda partisë? Brenda dhe jashtë PD-s. Edhe në gjykatë? Derisa të kthehet legjitimitet gjëja, kjo është shumë e rëndësishme. Do ta çosh në gjykatë? Edhe një herë, i kam dhënë mundësi partisë që të nuk jam vetëm. Kush është tjetër? Unë sa po ju thash janë disa njerëz. Po kush janë? Po janë antar Këshilli Kombëtar, antar kryesi. Deputet ka? Deputet partisë. Ka dhe deputet. A mund ta i thua shemrat? Jo, sepse do bëjnë. Kan frikë ata. Jo, s'është. Po çan këta më pse keni frikë? Dilni valla si Lisandër që se çan kokën fare. Nuk është çështje frike, është çështje që ne presim mirë kuptimin e kolegëve për gjetur një zgjidhje për këtë gjë e cila s'duhet na kishte. Keni për ta gjetur Lisandër mirë kuptimin. Po diçka do gjejmë. Vim aty ku ti me të drejtë ke atë që te situata politike. Ktu nuk ka zgjedhje. Në momentin që këtu nuk ka zgjedhje dhe nuk bëhen zgjedhje, çfarë do lloj ekipi të kesh, ti nuk fiton dot. Po dhe pse bën ekip, pse bën ekip pas? Atëherë, partitë politike janë detyruara të bëjnë zgjedhje brenda vetes vet dhe janë detyruara të merren me politikë, se ndryshe i bie tuli. Si zgjedhet kjo pse? Zgjedhet përmes një qeverie teknike
e cila ka kohë që kërkohet Shqipëri, Sikën e. Ta kam thënë njëherë ku kemi qenë diku në një vend. Sikën. unë mendoj që nuk Sikën. e mban dot më. Ore po sikën o. Nuk e mban dot më. Do iki. Është i detyruar. Ti thuaj që çohet mëngjes Rama, Jo. të dëgjon ty, edhe do ikë. Sa sikën e. Po të kishte dëgjuar mua, s'do kishte shumë probleme nga këto që ka sot. Këto probleme që i ka sot s'do i kishte. Po të kishte ikur. Po nga kush pse? Ai do iki për shkak të barrave penale që rëndojnë direkt mbi emrin e tij. Ne jemi njerëz të informuar, e di mjaft mirë edhe nga partnerët se emri i tij del në shumicën e dosjeve problematike që lidhen me Shqipërinë. Roland, nuk është për qeshur ku shikojmë se pensionistët shkojnë tek fruta perimet e kalbura për t'i blerë me çmime të ulta, se s'u del pensioni, ndërkohë këta me qindra apartamente në emrin e vet, me vilat fshehura në emrin e vet, duke gëzuar një jetë mashtrimesh mbi paratë e këtyre njerëzve. Ka arritur kulmin kjo gjë. Ekonomia e betonit për shkak të gjithë investimeve të korrupsionit në beton dhe të krimit organizuar, e ka shkatruar gjithë ekonominë shqiptare, ka bërë që eurot bjerë nivelet historike, ka bërë që të vriten eksportet dhe të kthehemi në një shoqëri konsumi ku jeta e njeriut varet nga rroga dhe pensioni për shkak të emigrimit madhor që qytetarët bëjnë. Opozita do duhet të dalë nga tepësia e stabilokracisë dhe unë kam një vit e ca që pas 11 majit që i bëj thirrje PD-s që ndryshoj taktikën e saj, të bëj gjithçka. Si, çfarë do të bëj konkretisht? Si konkretisht? Për qenë shërbim qytetarëve, duke filluar me mos futje në parlament me 11 maj. Atë ka vjedh zgjedhjet. Çfarë dreqim bën aty? Dhe pastaj dele thua, ky nuk më jep drejt komisionesh. Marrin 6.000 euro ti 60.000 një marshin. Si marshin? Për çfarë je aty? Po ti si merr ti? Ku jeti kur njerëzit kanë hall në Dukagjin? Janë 50 deputetë. Shtëpiat. Ku jeti kur kishin probleme me Valbon? Ku jeti kur ja morën lokalet hapësirat publike pa ligj? Edhe pse kishin paguar taksat. Po njerëzit kanë nevojë të dalësh për zot, ajo opozit. Njerëzit kanë nevojë për dikë që t'i prinë rezistencë. Ndryshe, po nuk zgjidhesh me votë Alisandër. Ndryshe do dalin vetë ata të rezistojnë dhe do të përzojnë ty. Këtë gjë ja kam deklaruar publikisht PD-s të paktën një vit e ca përpara. A kam të drejtë, Roland? Po patjetër ke drejtë. Fatkeqësisht jam i dënuar shumë të drejtë për të pas drejtë. Sa herë kam folur, edhe në 2021-shin, ishte partia ime që ma bënde me gisht. Na shite, na tradhtove se po flet, po i bjen qaf, s'po na lë të fitojmë. Dhe me 9 shtatorë erdhën përqafuan gjithë ta. Thanë sa djali mirë, pas ke pas drejtë, pas ke miran qaf kot. Unë këtë lloj hipokrizie nuk e dua. Unë jam ai që kam qenë dhe do mbetem ky njeri deri në fund sepse më mban të lidhur për politik vetëm pasioni, interesi publik dhe interesat e së djathtës. Alisandër, bravo për këtë çdo qëndrim. kritik është brenda shtëpisë time e bëj në organet partisë, e bëjmë publik për të rritur temperaturën se duan mbyllin çështjen brenda partisë, për çfarë dal media unë? Që këtë debat tash vendos nga konjunkturat e partisë te elektorati. Na dëgjojnë këta. A ka pasur impakt kjo që ti ke bërë në Unë media? mendoj që ka patur shumë impakt. Pas reagime? Ajo që kam bërë unë, që ka bërë zonja Kuçana, që kanë patur, që kanë bërë edhe antarë tjerë të Këshillit Kombëtar ndër vite, kanë patur impakt dhe do kenë efektin e respekt për gjithë, do kenë efektin e vet. PD-ja ose do t'i zgjidh këto gjëra, ose do të gjojë elektoratin pastaj, se do flasë njerëzit. Ata që sakrifikojnë emër të Partisë Demokratike, që hiqen nga puna në emër të PD-s, për shkak bindjeve, ky është realiteti më. Kanë diçka për të thënë këtë histori. Janë lodhur me mbylljen e gojës. Hipokrizia e shkatron shtëpinë tonë politike. Ne duhet jemi puritan para njerëzve. Zoti Hoxha, Nuk mund të kemi njerëz të cilët shikojnë se ne nuk flasim dot se ky se ai. Jo, po do jesh i çiltër ose mos u merr me. Zoti Hoxha, është Sali Berisha problemi numër 1 i Partisë Demokratike? Nuk e gjykoj. Duhet të ikte Sali Berisha? Jo. Jo të kandidat? Jo, nuk duhet ikte. Ani gjithë këto gabime. Ja ta them unë. Se gjitha këto i thatë ju faji atij është. Ta them unë. Ai mund të ketë faj, po ai nuk duhet ikte. Pse s'duhet ikte? Është i vetmi faktor i cili mban bashk një grup njerëzish që në kushte të tjera s'do të jepni dorë njëri tjetrit. Është i vetmi që ka autoritetin para demokratëve për të mobilizuar të djathtën drejt betejave politike, drejt aksioneve politike dhe me radhë. Sigurisht, unë e thash edhe në një studio tjetër, ai është një lider i madh i cili çuditërisht ka vendosur ta mbyll veten në një parti të vogël, se partia po zvoglohet. Si, po ta thosh një lider i madh? Është një lider i madh i cili ka vendosur ta mbyll veten në një parti të vogël me njerëz që nuk reflektojnë as kulturën e tij, as intelektin e tij, as mënyrën dhe pritshmërinë që njerëzit kanë ndaj tij. Njerëzit kanë pritshmëri ndaj Sali Berishës. Pra kur u përmend Berishën,
ata mendojnë që ky njeri pritet bëj këtë gjë apo atë gjë. Në këtë moment nuk do ishte më i madh që të largohej, ajo i jepte edhe nëse largohet dhe nëse vendos largohet, autoritetin si lider historik do ta ketë sa të jetë gjallë. Demokratët do të shkojnë, do ta takojnë, ato që ai ka pasur. Është fat që ne kemi një trashëgimni dhe histori të caktuar në Partinë Demokratike, i cili sot ka vendosur të jetë kryetari i saj, nesër mund të jap dorëheqjen, t'i hapi rrugë proceseve. Prap do jetë lideri historik i kësaj partie, njeriu më me autoritet mes demokratëve. Pavarësisht këtyre konflikteve, sherreve tona me njëri tjetrin, asgjë s'ka ndryshuar në perceptimin tim apo demokratëve të tjerë ka shi rolit tij politik. Ai mund bënte diçka tjetër. Unë kam thënë disa herë publikisht, po në këtë vend nuk bëhen lajmet porositen. Kjo është gjë që më vjen. Cila është? Kandidat për kryeministër një pro-amerikan i cili t'i hapi rrugë. Jo Berisha të më thotë. Kandidat për kryeministër, unë kam një vit e ca që e them, po nuk e dëgjoj njerëzit. Pra unë bëhem lajm kur bëj debat këshill kombëtar. Sigurisht. Bëhet një banalitet. Bad news is good news. Dhe nuk bëhet e vërteta lajm. Kam një vit që e them duhet kandidat për kryeministër një pro-amerikan dhe nuk është tragjedi kjo që them. Shikoni shembullin e Berlusconit. I ndjeri Berlusconi, babai i djathtës në Itali, bashkoi të djathtën, edhe në Meloni pjesë e partisë Berlusconit ka qenë. Bashkoi të djathtën dhe solli djathtën pushtet. Çfarë e pengon Partinë Demokratike të bëjë të njëjtën gjë? Të bashkohet me gjithë elementet e shoqërisë, se prandaj vajti rezoluta në Këshill. Me këto mekanizma, një forum qytetar, i cili të jetë jashtë Partisë Demokratike dhe të shërbejnë si ambasador me sheshin, se ti ke hequr dorë nga sheshi. Po ishte në këto pikat e zënjës Kuçana. Një strukturë për të zëvendësuar forumi rinor i cili është tashmë jashtëzgjesuar. Jashtëzgjesuar, po pse? Pse duhet i pyesësh? Po jo, i kam pyetur unë me që Besar Xhaferi ka thënë nuk duhet flas. Zoti Xhaferi ka dhënë një kontribut, ka punuar sa ka mundur, por situatat erdhën të tilla sa nuk ju pamundsua puna. Unë mendoj që kam keqardhje kur flas për FRPD-n, se kam nderdhur shumë derisa. Se forumi rinor arriti goxha, pati goxha. Po s'ka patur forum rinor në Shqipëri që të bënte protesti vetëm. Në 2016 nxorën 5000 veta në Sheshne. S'ka patur forum rinor që t'i bënte Kashillëk kryetarit partisë. Ne me Lulzim Bashën kemi shkuar si macja me miun. Nuk ka patur forum rinor që të kishte impakt te protesta studentore siç e kishte forumi rinor i Partisë Demokratike. Nuk ka patur forum rinor i cili me një fishkëllim lidhte 5-600 veta për 10 minuta. Sa bukur, me një fishkëllim. Po. Dhe sot edhe atëherë në opozit ishim. Në opozit ishim. Nuk ka patur forum rinor më me dinjitet, ku shumica e kandidatëve të saj përfshirë dhe mua në 2019 lam mandatin e deputetit. Mund të isha deputet unë? Ore, pse nuk e mora atë mandatit? Unë Qafogu jam njeri... Do futë në histori, të paktën do të mburrësh Kalamajër, kam qenë deputet. Para karakterit dhe një dignitetit tim nuk vë asjetër. Ti s'shkove as në parlament, e? Absolutisht. Nuk bëre deklarat, bëre kështu statement. Indrit Hoxha ka vajtur në parlament. Po, Indriti ka qenë në parlament, ka bajtur fjalimet. Lisander Hoxha jo, dhash dorëheqje, ka kolegë tjerë cilët e morën mandatin. Po jo, ke bërë një statement, një deklarat. Kolegë të tjerë morën mandatin, e konsumuan, erdhen PD dhe janë zotërit nderuar sot, unë nuk mund të hyja kështu. Unë nuk hyj do të... Prit, dale, se ti thua jo, prit do kalojmë çështje tjetër. Do të thënë ata e morën mandatin, u kthyen PD dhe janë kolegë të nderuar. Po të nderuar mo. Ata janë të nderuar, jo të nderuar. Tani unë po flas për veten time. Unë para demokratëve, ata në rrugë, unë të fus kokën poshtë xhaketës, nuk e bëj dot. Edhe 10 herë të më jep, nuk e marr. Momentin që partia lë mandatin, je apo si e dakord? Po ti ishe nipi i? Ma thuj pak... Më dëgjoj pak lutem. Je apo nuk je dakord, ti do marrësh një vendim partijak. Hoxha e Gashit. Po, do qëndrosh parimeve për cilat ti ke marrë përsipër të angazhosh. Ora, angazhimi në politikë është përfaqësosh të tjerët. S'mund të jesh hipokrit. Po i hyre për interesat e xhepit, më fal, po e shkatron këtë vend pastaj. Ju e tha çfarë rroga, pensioni, edhe unë mund t'i kisha... Ore, nuk ka njeri që thot nuk dua. 6.000 euro i shkon. 60.000 në vaf, 10 herë më madhon mandatin, nuk e marr. Po ti si rron nga ana ekonomike? Si çdo shqiptar i zakonshëm i këtij vendi. Ku punon? Angazhohem privatisht ku mundem. Jashtë Shqipërisë. Dhe nuk të tha në ata të shtëpisë, ke 2 fëmijë me se ti. 2 fëmijë, nuk të tha bashkëshortja dhe fëmijët dhe mamaja, babi, ore.
I ka merr atë rrogën atje 2 vjet, 3 vjet, pastaj merr benefitet me statusin e deputetit. Edhe bashortën e kam gjetur me bindje si vetja, është më mirë të vuash me ndershmëri. Nga Tropoja ke dhe bashortën? Jo, është me origjinë është nga Fratari Përmetit. Nga Përmeti, pas ka marrë nga zona jonë, domethënë. I kombinim shumë i bukur, domethënë Tropoj Përmet, ë? Shumë i bukur si kombinim. Unë mendoj që njeriu para dinjitetit dhe para vërtetës nuk do të vër as jetën. Jetojmë, një fytyrë kemi. Nuk je kur vonë për t'ja marrë vetës fytyrën dhe Lisandër, dakord, po a të dëmton kjo për të bërë karrierë? Shumë. Por unë e kam zgjedhë Roland. Zgjedhje kjo, nuk është... Të ta shpjegoj diçka. Për konjunkturë, për shkak të rrethanave dhe lidhjeve të caktuara që s'dua t'i bëj publike këtu. Po të kisha dashur, këtyre që u thonë oligark, që për mua janë në mënyrë të rëndomt, bankomat politikan është korruptuar, kaq janë, prestanome, do t'u kisha bërë shërbime shumë më mirë se ca tjerë që kanë bërë karrierë si superstar në Shqipëri, tek e majta dhe tek e djathta. I ke refuzuar? Jo se se kam patur mundësinë, po se bëj kur. Do më thonë, ideja është të kanë ofruar dhe ti ke refuzuar? A diskutim. Sepse nëse do t'a bëja një gjë të tillë, është një lloj siç thot populli me jashit shpirtin shejtanit. Unë nuk e bëj gjë të tillë. Më mirë të ngel këtu, kur mos u rriça, por të kem një raport lirie me veten time dhe me atë çka besoj. Po nuk i hyre politikës për të bërë një ndryshim të fuqishëm në vendin tënd. Do të thonë politika ka moral. Edhe politika ka moral. Po s'ka moral, mos u merr se ditën e parë që ti je shpeng, je shërbëtor i pisliqeve, je shërbëtor i asaj që nuk është interesi i vendit tënd. Kjo më mban mua që të jem jashtë rrymë, kjo më jep lirinë që të përplasem me këtë dua, kur të dua. Dhe kjo gjë nuk është gjë e vogël. Lisandër, protesta sot është në ditën e 5/1, mos gaboj, se 5/1. Pse është sfumuar, është zvogluar në numër? Ka ritmet e veta. Shiko, protestat lidhen me pritshmërinë. Kjo nuk është një protest goditje, siç ishte 21 janari, a dhe ti bijem kryeministrisë. Ishte marrja e kryes? Kjo është një gjëtësi mesjetare. Kjo është një protest e cila kërkon konsistencë. Unë jam frekuentuar shumë i rregullt i protestës. Ke shkuar vetëm protestë? Prej ditës parë. Pa diskutim. Që ditën e parë? Që ditën e parë. Po, zoti Berisha e sulmoi ditën e parë, tha. Edhe njerë, unë kam shkuar prej ditës parë, sepse nuk janë sinqert. Çështjet për cilat ata njerëz kanë dalë shesh janë çështje që unë i kam ngritur në publik, janë çështje që nuk është vetëm zvërneci. Jo, janë çështje të cilat unë i kam drejtuar letër komisioneres Marta Kos, Komisionit Evropian, kam marrë përgjigje zyrtare për tyre sa i takon ligjit për investitorin strategjik, ku më shpremtuar që do t'i kërkohet qeverisë shqiptare shikimi i tij dhe 3-4 muaj më vonë doli kjo gjë. Janë çështje të cilat i interesojnë qytetarëve shqiptarë dhe nuk kam asnjë pengesë të jem pjesë e protestës përkundrazi. Do ishte hipokrizi po mos shkoja. Bashkë me një grup kolegësh miq, jemi frekuentues të rregullt të saj. Ishte forumit rinor? Jo të gjithë. Jo të gjithë. Jo të gjithë. Dhe duke patur parasysh të gjë, mendoj që ata dje me vajza po bëjnë historinë. Është për të ardhur keq që politika arriti në këtë pikë sa të shihet si një tranzicion politik në mbyllje, por kjo po ndodh. Unë protest ka imparrull Ramanburg, Berishamburg, si e ishte ne kishim në Burg, s'ndodhi asgjë. Ai ishte në balkon. Për një vit. Se ne unë kam qëndruar poshtë shtëpisë. Jo, keni drejt. M'fal. Keni drejt. Po është thirrje protestuesve kjo tani? Është nevojë për t'i vënë kapak tranzicionit politik. Tranzicioni duhet mbyllur. Ka ardhur koha që kjo mënyra e qeverisurit, ku bravo qoftë se u bëre drejtor tatimesh dhe vodhe bëre vil dhe t'i gëzosh parat, s'mund të ekzistojë më. Ka ardhur koha ku politikanët të hetohen dhe të shkojnë para ligjit, secili prej atyre që ka shkelur ligjin, kushdo qoftë. S'ka buroj siç po ja bëjnë buroj Belinda Ballukut e me radhë. Ka ardhur koha për një Shqipëri tjetër. Sa më shpejt ta kuptojnë partitë politike, aq më pak e dhimbshëm do të jetë ky proces. Si parashikon protestën se aty ka disa rrymë, ka disa probleme, madje ka dhe një kuvend kombëtar të mbajtur edhe aty kishte probleme të tjera. Atëherë, unë mendoj këtë gjë. Protesta, unë të paktën që jam marrë me organizim protesta. Një gjë e kuptoj mirë. Që? Rufe në qiell pastër nuk ka. Dhe s'mund të ketë. Një ditë bukur, populli zgjohet dhe në mënyrë të papritur mlidhen bashkë etj. Aty kam parë element të çuditshëm, të cilët nuk ka birë nënë që i bën bashkë tot populli, përveç se financuesit. Flas për organizata dhe shoqata. Kjo shoqata në këtë vend që marrin para dhe nuk e di njëri sa veta kanë punë. Po kjo është temë tjetër.
Kjo është një gjë në ndihmë Do të thotë duke thënë që aty kishte edhe protestues që ishin të financuar? Jo, po thënë tjetër gjë. Se kuptova unë. Ka organizata dhe shoqata të cilat nuk i njeh njerin këtë vend. Po? Kanë nga 2-3 punësuar, nga 5 punësuar, her mas here prodhojnë një raport, madje shkojnë keq me njëra tjetrën se konkurrojnë për fonde, por atë ditën i pash bashkë aty. Dhe mua më lindë drejta të them këta i bën bashkë vetëm financuesi. Kjo është deduksion logjik, jo informacion. Tani jam më i qartë. E kuptova. Unë mendoj që kjo protest ka pas mbështetje të fuqishme perëndimore në ndihmë të popullit shqiptar për të vënë një kapak kësaj pusetës që po kundërmon erë dhe quhet tranzicion politik. Ne na duhet kur termi Shqipëri e re, jam i pari që e kam përdorur në një status publik dhe pa ditur mor dhe u bë paru shesh, që ta dish për. Do të thënë artikulimin e parë ke për ti, Lisander. Shqipëria e re. Kam një status publik atë ditë që është përdorur për herë të parë disa orë para protestës. Kur shpjegova se çfarë i duhet Shqipërisë. Po? Unë mendoj që vendi ynë ka nevojë, e ka të domosdoshme, e ka jetike t'i vërë kapak tranzicionit, të ketë një Shqipëri me institucione të lira, të ketë një Shqipëri ku të bërit politik nuk është biznes, as nuk është zanat, por shërbim publik. Ne kemi nevojë për një drejtësi të çliruar totalisht nga politika, ne kemi nevojë për institucione serioze, ne kemi nevojë të integrohemi në Bashkimin Evropian. Kjo mënyrë të bërit politik deri më sot duhet të marrë fund, këtë kërkon sheshi. Atëherë, prandaj vijnë kërkesa tek e djathta, tek e majta, në një mënyrë të sinkronizuar. Java e kaluar ishte java e rezolutave në partitë politike. Nuk i lexoni ju këto gjëra. Unë paktën nga ju që jeni gazetar me shumë vite eksperiencë. Si kam lexuar çfarë? E prisja një koment që çfarë po ndodh që edhe majtas dhe djathtas ka kërkesa në partitë politike. Po duhet i lidhni këto gjëra bashkë, se nuk janë të rastësishme. E po ç'të bëjmë tani, keni shumë probleme në PD dhe kemi ngelur aty. Janë të kombinuara në një frymë, që është fryma euroatlantike, e cila kërkon ta bëjë Shqipërinë pjesë BE-s, ashtu siç bëri Kroacin, kur i vuri kapak tranzicionit me arrestimin e Ivo Sanader, ashtu siç bëri me Rumaninë dhe me Bullgarinë, e njëjta gjë po ndodh dhe këtu. Dhe këta janë sinjalet pozitive, prandaj këta dje me vajza, ata qytetarë që dalin shesh, po bëjnë historinë dhe unë mendoj që janë në përfundim të angazhimit tyre të përditshëm, që mbetet për të vlerësuar si asnjëherë në histori. Ka mbetur shumë pak. Ka dinamikat e veta, ka ditë kur ka shumë njerëz, ka ditë kur zgjodhet. Jo, ka ditë që ka pak njerëz. Po, ka ditë që ka pak njerëz. Po nuk është kollajt mbash për ditë një protest të përditshme. Jo, po, dhe kështu pafund, do dhe një qëllim dhe ju keni artikuluar një ide që ishte mos e normale, ku janë intelektuali që ta drejtonin protestën, se tani aty merr mikrofonin, edhe fola është thjesht fjaltore tani. Në protest kur nuk ka kokë, ka thirrje parulla stadiumi dhe është normale. Nuk merrem me këtë pjesë. Qëllimi i protestës është mbyllja e tranzicionit politik. Të gjitha tjerat janë parulla. Po arrihet dhe si arrihet? Arrihet përmes qeverisë teknike, të cilën e kanë artikuluar dhe protesta dhe element opozitar. Sikën, bravo. Unë mendoj që do iki. Po jo si, se ti e vënë në vështirësi, që i tiki. Do na i duket që s'është vështirësi. Juve ju duket pak që ka me 51 ditë që qytetarë, mira qytetarë. Kjo është protesta më e bukur, Lisandër, nuk vjen diskutim kjo. Ju duket pak. Jo, kjo protestë është gjë më e bukur që më parë këto 35 vjet. Atëherë efekti i kësaj proteste. Kush nuk e kupton këtë? Mi pa po degradon. Efekti i kësaj proteste. Efekti i rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe të eurodeputetëve. Efekti i vënies lëvizje të drejtësisë shumë shpejt. Kombinuara pa diskutim. Informacion si çdo politikan, ne jemi njerëz. Po jo, si ke informacion. Çfarë pritet ndodh? Në politik duhet të jesh informuar. Çfarë pritet ndodh? Unë pres që kjo verë të jetë shumë e nxehtë, temperaturat të jenë shumë të larta. Më 40 sot, Lisandër? Edhe më të larta. Dhe unë mendoj që ata të cilët mund ta dëgjojnë këtë emision do t'ju shtohen djersët për shkak se e dinë se çfarë i pret. Këtu ka një rrjet. Je duke thënë që do arrestohet një politikan nivelit lartë? Këtu ka një rrjet të grabitjes pasurisë publike dhe taksave të shqiptarëve të dokumentuar tashmë. Këtu ka një rrjet të bashkëpunimit me krimin organizuar për t'i larë paratë e tyre në Shqipëri të dokumentuar. Dhe kur them e dokumentuar, them të dokumentuar, të cilat shumë shpejt,
do t'japin efektin e vet. Duke thënë që brenda gushtit, kombinimi- duke SPAK-u do arrestoj disa ministra. Nuk po i vë datë. Unë po them Po në verë se në 1 shtator është vjesht. As ministra. Po Po them në nivelet më të larta. Të atyre që janë përfshirë. Më lartë se ministri kryeministri është pasaj. Qofshin kryeministri i vendit, qofshin ministra, qofshin biznesmen nga këta oligarki që bankomat politikan është korruptuar. Bankomat janë. Bankomat politikan është. Të korruptuar. Duke patur parasysh këtë gjë e cila është e dokumentuar në organet e drejtësisë, duke patur parasysh protestën e vazhdueshme në rrugë, mbështetjen ndërkombëtare që ka marrë dhe do të marrë, se nuk ka ndaluar mbështetja, unë them Rama nuk ka ku shko përveç se t'jap dorëheqjen. Opozita duhet ta bëjë veten gati për këtë punë, se edhe opozita ka kushtet e saj. Ata që duhet t'jenë, ju mbët një pyetje çfarë, a vjen PD-ja në pushtet. Këtu do ketë një qeveri teknike, pro-europiane, pro-amerikane, e cila do ta ndihmojë Shqipërinë që të ndërtojë një palë zgjedhje normale në këtë vend, ku paratë e bankomatit politikanëve dhe paratë e krimit organizuar nuk do ta blejnë dot votën me 200 euro, se do jenë burg. Atëherë ha shikoj testoj partitë politike me njerëz, me program, por ka një kriter. Sheshi do të prodhojë domosdoshmërinë për të patur njerëz sipas modelit Sheshit. Dhe modelin e Sheshit nuk kam parasysh ata me parulla. Kërkesat e Sheshit për të patur politikan që nuk i kap dot për xhakete. Mbi këtë filtr gjykoj edhe PD-n dhe PS-n dhe pastaj jemi në rregull. Nëse të gjitha këto po i quaj dhe idealizëm, se ju keni dhe një lloj idealizmi, ta themi këtë, dhe në gjitha këto që ju parashikohet ka dhe dëshira. Ku do doni të arrini t'ju mas një viti, zoti Hoxha? E para duhet personalisht në planin personal. E para duhet ta shoh Partinë Demokratike në pushtet. Për një vit? Pa diskutim. Zgjedhjet janë në 2029. Mendoj që Sali Berisha i ka aftësitë dhe ka mundësinë dhe kam besim që do bëjë diçka lidhur me kërkesat që partnerët kanë dhe Sheshi ka. Jam i bindur për këtë. Pavarësisht asaj që ka ndodhur mes nesh, me debate, me diskutime, këtë kam bindje personale. I ka të gjitha mundësitë dhe aftësitë. Po ju thatë që kryeministri duhet një pro-amerikan. Kjo s'është gjë e keqe. Mendoj që edhe zoti Berisha është dakord me këtë punë. Që të ketë një ekip. Jo, ta ka thënë ty më vete apo mendon ti? Berisha jam unë kryeminist, thot ai. Unë jam një nga ata njerëz, nuk e ka thënë kur të gjë publikisht. Unë jam një nga ata njerëz të cilët edhe kur nuk është rastin fjalë, se unë s'kam asnjë konflikt sot me Berishën. Edhe kur debatoj me dikën dhe nuk i flas me gojë. Kur e kundërshton Berishën, jo, nuk kam problem. Bisedat private unë nuk i bëj kur publike. Ka njerëz me të cilët s'kam më marrëdhënie, por atë që unë kam folur privatisht me të, nuk i del nga goja. Mirë, kjo është karakter, po. Ka të tjerë që i bëj, unë nuk i bëj këtë gjëra. Është natyra ime. Unë mendoj që Sali Berisha sot i ka të gjitha mundësitë që të ndërtojë një narrativ të re politike, të ndërtojë një ekip të ri jashtë kësaj logjikës së riformatimit, për qenë në krah të asaj që po vjen. Berisha është një nga njerëzit më të informuar në Shqipëri. E di Berisha se çfarë po ndodh. Të duhet përshtatet me këta njerëzit e rinj, cilët do jenë pranueshëm nesër për situatën që po vjen. Dhe Ramës i është kërkuar një ta gjë. Ajo që ka bërë Spiro Pali, nuk është një natë qesh që si po na prish punë se ne jemi në qeverisje. Ajo është ish ministre jashtëm zotëri. I kanë thënë. Jo i kanë thënë, por kontakte të vazhdueshme me partnerët sa i takon proceseve të transformimit të Shqipërisë, siç është Ditmir Bushati dhe me dhjetra politikanë të tjerë apo ish njerëz politik, cilët e din tashmë se çfarë po ndodh. Prandaj ka një lloj mobilizimi të përgjithshëm politik të disa elementëve që po shihen si rebel, po nuk janë rebel, janë njerëz që duan transformimin politik të Shqipërisë. As e majta, as e djathta, as shqiptarët nuk e meritojnë këtë situatë ku gjendet sot Shqipëria. Prandaj them, me turët e me të butë, me logjikë, me mend kokë, thot populli, të shohim përpara në mënyrë që t'japi një drejtim kësaj pune. Jo vetëm Partia Demokratike, por edhe Shqipëria politike do ishte më mirë, po të kishte politikan që flasin hapur në mënyrë të sinqertë si ty, Lisandër Hoxha. Ka, do të ketë më shumë ta. Jo, do ishte më mirë, por në PD, edhe në PS akoma më pak, ka shumë pak. Unë kam miq, takohem me gazetar, një politikan të majtë për cilët i vlerësoj të niveleve të ndryshme. Ka dhe politikan të niveleve të ndryshme, shumë të lartë,
më pak larg. Jo. Nuk u hapet rruga. Të flasin, Por jo, tani të e flasin duket do të hapet hapur, rruga. tani më fal, kur një deputet flet hapur dhe bën kritika, merr më shumë vlerë, Lisandër. Ku? Në parti, po patjetër, publik, po patjetër. Në parti jo. Në publik i merr vlerë aty. Po patjetër. Guxo fol majtas. Po jo, atje është më keq, po të them, po ju jeni në opozit. Juve ju vlen akoma më shumë. Megjithatë ishte kënaqësi dhe të falenderoj shumë për mendimet, kritikat dhe çdo gjë që jam i bindur që i vlen Partisë Demokratike. Partisë Demokratike nuk i vlen ato nga fitore janë fitore, nga humbje janë humbje, po i vlen këto kritika që ju bëtë Na thoshte zoti Basha dikur, kujdes me entuziazmin, ne ishim kulmin e humbjes, kishim lënë bashkit mandatet ku diun, dhe na thoshte kujdes me entuziazmin, ë? Dhe unë Kështu thoshte Basha. Këtyre që Ore ku është Basha? Këtyre nuk e di. Ke kontakt? Ja. Këtyre që sot shojnë me fanatizëm politikën dhe mendojnë si armik ish mikun, njeriu që e kanë patur në krah dhe i thoshin ti je qendrestar si neve, po tash që po flet u bëre burri keq, them lani pak syt se do shikoni për te këmbëve tuaja. E mbyllim me këtë batut që ishte shumë e bukur dhe më pëlqeu shumë. Faleminderit shumë Lisandër Hoxha. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, publicitet nga unë Roland Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të pagonit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.